Të dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture dhe të portalit Almak Press. Sot me mua është miku im, artisti i madh, një djalë i jashtëzakonshëm, i cili ka dhënë shumë për artin pamor. Ai është Bigja, përndryshe Belgaib Koçishta. Mirë se më erdhe miku im. Se gjithë. Bigja, në kontekst të kohës ku jetojmë, Pa. në kontekst të inteligjencës artificiale, në kontekst të zhvendosjes së poleve orientuese në art, do kisha thënë, pas gjithë atyre izmave që përjetuam gjatë shekullit 19 dhe 20, a mendon se bota e artit është në zgrip televizjes për te asaj çfarë njohim, ose do i rikthehemi përsëri klasicizmit, do i rikthehemi përsëri vlerave, do i rikthehemi përsëri artit bërë nga dora e njeriut? Ka po orientohemi? Unë do të pashtrej një pyetje juve parë. A ekziston shpirt artificial? Jo. U kri punë. Vetë emri, si thot, inteligjenca Artificiale. e pse artificiale? Në kontekst asaj se shfrytëzon pra diturit Diturit? të cilët Jo, Janë prezente. ajo i shfrytëzon informatat që ne japëm asaj. po, kushtimisht. Po problemi që ndron tjetër kund. Problemi është në rast se ajo zhvillohet deri në atë stat, deri në atë shkallë, ku të ketë vetdije, atëherë është e rrezikshme. Ka sinjale që inteligjenca artificiale ka filluar që realisht jo të ketë një vetdije të plot, por një vetdije për ekzistencën e saj si krijesë, nëse mund kështu të shprehemi, dhe është e famshme tregimi i njërit prej CEO-ve të ata të cilët e kanë kriju pra inteligjencën artificiale, kur i japin urdhën që të vetë prishet, vetë azgjësohet pra një program i krijuar nga inteligjenca artificiale, ai arrin që të dërgoj një email të stisur nga vetë njerëzit përreth inteligjencës artificiale, që realisht kurse ka pas një lidhje jashtëmartësore njëri prej krijuesve të saj, dhe ndërsa inteligjenca artificiale e shfrytëzon atë emailin për ta shantazhu dhe për t'i thënë që nëse kjo nuk kupton që dikun Problemi që ndron këtu. Unë nuk i friguam si fenomen. Nuk i friguam asaj. Unë i friguam se ndurët e kujt do t'jetë kjo. ajo është mbi të gjitha. Ajo është si thika. Po, Nisoj, ose presësh bukën, ose vret dikon. ose vret dikën. Në këtë aspekt, si është roli në artistit vizual në shoqëri? Si dëshmitar, kritik, ndërtues i kujtesës, refleksion shoqërie? Unë mendoj se artisti në rast se nuk mirret me problemet aktuale shoqërore, atëherë ai s'ka të bëjë me artin asgjë. Më thonë, duhet jetë një refleksion shoqëror. I Absolutisht. gjendjes sociale, shoqërore, politike. Absolutisht. Ke arritur që të kesh një numër të madh të ekspozitave. Ke arritur që të jesh pjesë, falë Zotit, ke arritur që të jesh pjesë e projekteve madhore në kulturë. Çmimet, mirënjohjet, të arriturat e tua, e ndryshojnë raportin vis-a-vis veprës artit tënd, apo ngelesh i njëjtë dhe i qëndron besnik procesit deri në fund? Ato shpërblimet, ato çmime që t'i japën, shkakton problem pastaj. Duhet të jesh më i mirë se ekspozitën e kaluar. Pra të krijon një lloj përshkallëzimi pozitiv gjithsesi. Absolutisht. Sfidë është ajo. Mirë po, në kontekst me veprën, vazhdon të ngelesh besnik veprës, apo tenton të... A di çfarë, s'mund dalësh prej likurës tënde, a di. Nuk mundesh. S'mund dalësh, po mund dalësh jashtë asaj që për momentin je apo. Në rast se ti merresh seriozisht me atë punë, unë besoj se një gur do ta çesh më lart. Bigje, tash ti shkojmë deri në fund kësaj teme. Ju keni qenë edhe si rezident në ateljen në Paris, të 2019 mendoj se nuk e di. dhe atje keni kriju. Tash ma thuj drejt, sinqerisht. Vetëm pak. Urdhë. Unë jam kundërshtar i asaj kur thënë krijues. Një është krijues, unë sa e di, na jemi veprimtar. Larg asaj. Fal për korrigjim. Jo, po të lutem. Pra,
keni vepruar Okej. dhe keni realizuar, Okej. themi kështu. Okej. Vepra edhe në ateljen të cilën për fat të mirë. Po, për fat të mirë, shteti i Republikës së Maqedonisë ka një në Paris dhe artistët vit pas viti shkojnë atje dhe realizojnë veprat e tyre. Tash, ti je i sinqert deri në fund. Kur je më shumë bigja, kur sfidohesh në mekën e artistëve në Paris apo në ateljen tënde në shtëpi? A të zgjon një emocion veçantë? Kur je vetë është më mirë, unë mendoj se më mirë. Më mirë. Po. Je më origjinal. Më origjinal. Se kur je vetëm më ndryshe mendon. Kur je ngara me thojza, pa ndryshe. Në kontekst asaj, krijon problem presioni. Absolutisht se po. Edhe shoqëror, se shembull nuk është njëjtë të veprosh dhe realizosh në Paris, në Londër, në Berlin, në Stamboll, dhe njëjtë të realizosh në ateljen tënde në shtëpi ku je. Pasi marrë hati në shtëpi dihet. Marrë hati shtëpi. Mirë po, kualiteti ku është më i madh? Kualiteti këtu është ajo. A di çfarë? Kur je në Cité d'Art, edhe i sheh kolegët që i kanë ateljet aty, edhe ndikosh. Këtë dëshim të E kjo është shumë e rrezikshme. A kur je i vetëm në shtëpi ose në atelje, je më origjinal. E thatë këtë ndikosh dhe e shes si rrezikshmëri. Ndoshta ndonjëherë kur ndikohemi është edhe për të mirë. Ndoshta ndonjëherë por nuk je vetja. Larg asaj. Shif, bie në kontekst asaj epigenomi çdo herë ndikon më shumë se konteksti gjenetik. Dhe ne jemi produkti i epigenomit. Gjithsesi të rrethonave ku jetojmë. Do të thonë ai determinon edhe procesin po i hikim fjalës krijues pra procesit të veprimtarisë tonë artistike. Pra, dum neve imponohemi. Edhe sot kur themi trendet e reja bashkëkohore. Sot është e vërtet që disa njerëz po marrin vëmendjen jo aq të merituar shkaku i rrjeteve sociale, disa lloje të performancave artistike po bëhen më të rëndësishme se sa vetë veprat e artit, të cilët realisht kanë rëndësi dhe potencial për determinu rrugën. Andy Warhol ka një intervistë ku thotë do vjen një kohë ku çdo njeri do të jetë i famshëm 5 minuta. 5 minuta. Edhe jetojmë në atë periudhë, çka është kvaliteti? Kvaliteti nuk e di çka është. Vazhdon të jetë kvaliteti dush subjektiv? Se ja përgjigje. Pra, unë mendoj që do kemi ende më shumë ashtu siç vjen koha pra të ballafaqohemi me arritjet teknologjike, ashtu edhe pra gjeneratës tonë dhe bie bara që ta diskutojmë punën e inteligjencës artificiale dhe trendet e reja, ashtu siç Picassos pra dhe sezoni i tjerë ballafaqimi me fotografinë, pra kur sezoni dhe fotografinë me reklamën me kështu. U ballafaqohen me fotografinë sidomos si një medium i ri. Atëherë ato u detyruan të ndjekin rrugë tjera të krijimit, gjithsesi të zhvillimit të veprimtarisë së tyre, pra sezoni kaloi në ekspresionizëm, ndërsa ky Picasso po edhe dalin e ke. Po këto dy janë më kështu dhe Picasso pra arriti që figurën ta dekonstruoj. Dhe nëpërmjet dekonstrumit të figurës, pra nëpërmjet kubizmit të tij të famshëm, arriti që të imponohet si një izëm i ri në art. Mendon që do kemi kështu floskulla të izmave 3. Shif, unë jam i vogël të flas për Picasso, po sa ka bë mirë ka bë edhe dëm. Tash, kjo është mendimi im. Dy anë të medaljes janë. Dy anë të medaljes. Bige, ju keni punuar dhe vazhdoni të punoni edhe si skenograf. Po. Një botë e re. Po, ishte një sfidë për mua. Keni punuar edhe me Arben Kumbarun, por edhe me Petrit Nezirin, dy regjisorë të cilët njëri më veç i etabluar, ndërsa Petrit Neziri, kolega ynë i cili po shkelen fuqishëm në ujërat e regjisë. Më thuaj nga konteksti artistik, e ndjen veten rahat në rolin e skenografit?
Është interesante. Është një botë komplet tjetër. Komplet Unë tjetër. kam qenë drejtor teatri dhe shumë sfiduese, është shumë se asnjëherë nuk është e njëjta. Ndryshon. Lëvizën diçka. Edhe ajo pak të stimulon më shumë të jesh ma vigjilent në punë, A nuk kupton kjo që pamja e skenografisë është edhe një lloj pikture? Po. Pjesë e artit është edhe skenografia. Po. Kur e thash pikturë, e thash në kontekst asaj vinë njerëzit në ekspozitë për pa piktura, gjithsesi kur vinë në teatr, që të shohin shfaqjen, gjëja e parë që vallëfaqohen është skenografia. Po. Pra, edhe ajo aspekt vizual. Po, edhe ajo pra në kontekst vizual jep emocionet, paraqet domethënë emocionet. Keni ndërmend që të vazhdoni me punën e skenografisë apo ka të bëjë me kërkesat e tregut? Po me kërkesat e teatrit të Tovës. Është e vërtetë që në Maqedoni ka shumë pak skenograf. Thuaj se mund të themi në dy duar mund të njefim. Dhe kur të flasim për cilëtetin e skenografëve, atëherë mund t'i marrim Unë mendoj se kemi kvalitet, skenograf kvalitativ, po ka problem tjetër. Te mjetet është më shumë problem. Se kushton. Është e kushtueshme. Kushton. Kështu që ku e di. Bige. Mund bëjmë çmos, por kushton ajo. Po, shif, arti është i shtrenjtë. Është sport i shtrenjtë. Sport i shtrenjtë, bukur e thon. Ma kthehemi të flasim pak në kontekst kaluarës. Okej. Si kujtoni fillimin tënd artistik? Pyetje interesante. Si janë ato emocionet e para? 30 vjet mbas. Më parë ekspozitat nuk mbaheshin te Pallati i Kulturës ose në galeri. S'kishte. Nuk kishim galeri realisht. S'kishim galeri, po në Pallati i Kulturës ishte me një objekt, një foaje interesante. Po ekspozitën e parë që kam bajt ka qenë në kafene. Në kafene. Në cilën kafe? Kafe Dorsi ishte. Dorsi, po, Dorsi po shumë. Unë kam ekspozuar aty, ka ekspozuar edhe Nihat Beqiri, edhe besoj se edhe do kolegë tjerë. Po ishte, mund mendoj se ishte më atraktive se sa sot. Dorsi ka qenë një lloj institucioni. Dorsi ishte mbi gjitha ishte institucion i avangardës tetovare. Po, inteligjenca, avangarda tetovare, qendrën e kishin Dorsi. Mu më kam mbet një thonje nga Dorsi, thotë dream your destiny, nothing is impossible. Qëndronte me të madh. Ajo ishte një parol, po një shkrim. Parol. Mendoj se Nihat Beqiri kishte shkruajtur se mbajmend. Ishte një kafeteri e cila rezononte ndryshe. Po nuk e di. Po rezononte ndryshe, po tash kemi shkuar me vendet me nikahje shumë. Po në këtë kontekst mund ta paramendosh se sa kemi qenë të ndjeshëm për artin në atë kohë kur nuk i kemi pas institucione. A di çfarë? A mendon që institucionet të cilët i kemi kriju tash na kanë lazdru, nëse mund të themi në një farë forme? Sa deshta të them. A di njeri është më superior, më shumë angazhohet diçka kur nuk ja jep. Kur e ka mungesë. Kur ka mungesë. Edhe atëre me thoj, me kudim. Tenton të arri ata. Po kur e kjesh është, ati nuk bëhet vonë, ati nuk. Është kështu. E marrim si të mirëqenë. Ku e di? Nuk e di. E shohim gjeneratat e reja, shembull studentët tanë të artit figurativ. Mu më ka rastis që them, e dini ku është Galeria e Arteve, nuk e di. Pra, pas gjë normale nuk e din, vali shkaku si prej telefonave s'kan kohë. S'kan kohë. Unë nuk e di, do vije koha me Google Map, do të shkojnë në shtëpi. Realisht. Nuk besoj që ashtu, po. Po, ashtu. Mirë, figurativisht e thonë. Po, reale është kjo. Unë kam familje që në Shkup s'mund të gjindet. Shkaku i asaj se më jo, pa telefon është problem. Në një kohë e mbani mend, mos them më shumë se 200-300 numra telefoni. Okej, unë edhe nuk mbaj mend, përveç numrin tim, nuk mbaj mend. Sot. Edhe më trego kur ke bë hesab, Bullgari me laps. Herën e fundit. Shumë kohë ka. Shif, ama mirë është edhe puna e kësaj pajisjes që e kemi që na i lehtëson jetën. Okej, është mu ma lehtëson jetën. Po sot, se unë kisha problem me telefonin, ka 10 ditë. Po. Thjesht nuk punon. Dhe ti jo funksionon. Edhe unë nuk ekzistoj më, nuk jam rrjete sociale, se në më kontaktojsh, pa duksh. Kur jemi të rrjetet sociale,
mendon që rrjetet sociale edhe kanë ndihmu artin në përhapjen e vlerave të veprimtarisë tonë, të punës që bëjmë, të reklamimit të veprave. Si shembull më herët duhet ta pranojmë. Shembull kur janë marrë ekspozitat, Gazetat shkryshin. Gazetat shkryshin, por mirë po edhe lexuesit atërishin. Më të pakët edhe numri i gazetave ishte më i limituar. Dhe në këtë kontekst shtrirja e informacionit për artin ishte e limituar. Mendon se sot njerëzit ata të cilët normal kanë interes dhe që i kërkojnë algoritmit tyre që t'ju paraqesin vepra arti, mendoj që si shembull ka një fenomen shumë interesant. E kemi diskutuar bashkë. Bob Rossi sot është më i famshëm se sa që ka qenë kur ka qenë gjallë, në kontekst të asaj se si njerëzit sot e perceptojnë. Po, shtash kemi me një klik shumë informata kemi. Edhe shumë piktor kje disponim të vazhdosh veprat e tyre. Edhe është një kaos për mendimin tim. Nuk ka një farë kriteri, nuk e di. Dhe më thonë, të gjithë futen me një thes. Edhe është pak problem. S'mund t'jetë edhe kjo art, edhe kjo art, edhe kjo art. Nuk e di. Mendon që duhet limitohet arti dhe ti thuhet që kjo nuk është art? Mendon që duhet ketë zëra kritik më shumë? Unë mendoj se po. Po problemi ka edhe që të problem s'kemi edhe kritik. Kritik s'kemi. Si kritikat bën mirë. Kritikat bën mirë, po jo çdo herë, sidomos në vende të vogla, dikush merr guximin që të kritikoj kolegët e tij ose të krijoj një kritik për veprat e kolegëve të tij. Po unë nuk e di, po unë do ta them kështu. Profetët, ndoshta e dish ti më mirë, e kanë kritikuar popullin e vet. Ashtu është. Se ka pasur urrëti ndaj popullit vet? Jo. Edhe kjo është, edhe këtu të desha të them, duhet kritikohet për të mirën tonë dhe të mirën teme. Do të kritikohen, të shohim se ku gaboj, ku është okej, ku nuk është okej, kështu me radhë. Do flasim vetëm për një ekspozitë tonë, në fund. Jo se është më shumë e rëndësishme, më pak rëndësishme. Nuk ka problem. Por ka qenë një lloj kalaje që nuk e keni pas mposhtur, edhe pse keni ekspozuar në gjitha vendet e Evropës. E keni pas si sfidë, e kemi diskutuar ekspozitën tek Muzeu Bashkëkohor i Artit. Dhe ekspozitën i keni quajtur Barrierat Laramane. Çfarë është kjo? Ajo ekspozitë ishte ekspozitë autoreferenciale. Po, kështu që ato barrierat janë barrierat gjatë jetës që i kanë përjetuar. E i shndrova në kolor, në ngjyrë, gjë normale dhe me teksturë. Ajo ishte metafora mure ishin me një fakt. Ata ishin mure, për të bukura. Dhe njerë kur ke barrierë është shumë mirë. E provon vetën. E sfidon vetën. Edhe ajo më inspiroi që ta bëj një ekspozitë për këtë. Në kontekst të mureve dhe të kalimit të mureve, a ju ka ngelur ndonjë mur që nuk e keni kaluar, që nuk e keni kapërcy? A di çfarë, njeri s'mund kënaqet në këtë botë me asgjë. Vetëm ato janë sfida që për momentin duken interesante. Po, duken interesante. Pasi i kalon edhe nuk e di. Nëse do t'i flisje vetes në 96-ën, por me këtë vetëdije, çfarë do t'i thoje? Edhe këtu kam qef kështu t'jesh më i sinqert dhe më rrafsh, si thonë ato popullorë që të më flasish. Nga këtë perspektivë kohore. 96-ën, në ekspozita e parë kur apo në Kafene, ishte ajo suksesi, ku e di. Suksesi madh ishte. Po sot ku e di. Aty kalon një periudhë shumë ekspozita, shumë e radhë. Nuk e di, për diçka di. Jo, ta marrim kështu, ta imagjinojmë kështu. Bigja është duke majtë ekspozitën e parë në kafeterinë Dors dhe vin Bigja e prekën në shtëpinë dhe i thot 2-3 fjalë në vesh. Cilë do ishin? Bigja i sotëm, kështu ta marrim. Po, s'qen ka asgjë. S'qen ka asgjë. Kaluse. Nuk e di. Mirë, po kaluse bëhet vetëm kur ne e kalojmë murin. Pra, derisa ta kalojmë murin, është sfidë. Mos bëhemi nihilistë. Por, pra,
Unë mendoj që ju vazhdoni që të ngelni një prej themeltarëve të artit figurativ në qytetin Po besoj se po. të imazhit të asaj se unë vetë si një artist kur vjen puna që të referohem artit tetuar, unë thirrem në bigën. Edhe publikisht, por edhe mes shokësh, edhe në udhëtime kur dalim në shtetit, themi kemi bigën. Si një vlerë e shtuar e qytetit. Mundohem atë status ta mbaj me mishe, me shpirt. Ashtë sa mundem. Vetëm është me të vërtet sport i shtrenjtë. Shumë i shtrenjtë. Edhe i vështirë. Emocionalisht, edhe që realisht të harxhon. Çdo aspekt. Çdo aspekt, po. Se shif në kontekst material, i ke apo si ke mjetet është çështje të cilën e bën ose se bën, po në kontekst shpirtëror dhe ajo është nevojë shpirtërore mbi të gjitha. Profesor Bashkim Mexhitin kur e pyeta se cilën është ai momenti në pikturë, tha Valmir mbi të gjitha është guximi. Dhe unë mendoj që është një nocion goxha i qelluar kur je ti karshi me pëlhurën e bardhë. Guxim po etika ka në atë guxim. Nuk diskutojmë në atë aspekt, por guximi njerë për ta hudh. Po, në rast se lëvizjen e parë, për ta bërë lëvizjen e parë. Kur thom etike e kisha në atë kontekst, a do të jetë vetëm ngjyrë, a do të ketë kuptim ajo ngjyrë? Po, aspekti estetik. Aspekti etik. Atë si dhe në fund vjen aspekti vizual. Këta unë i tham ata kriem ditë, thënë kështu. Pa estetik nuk ka etik. Pa estetik nuk ka etik. Nietzsche thotë kështu, që ta përmbyllim pra emision, falë që ta marr shlak fjalën si të vetë, shlak wordin. Nietzsche ka thënë kështu. Nëse e mbyt një bubrec, je i mirë. Nëse e mbyt një flutër, je dëmtor. Pra në kontekst edhe krimi ka anën estetike. Absolutisht. Ti njësoj je kriminal, ke vra një gjallës, por njerëzit të gjykojnë në aspekt edhe estetik, për veprën që e ke bë. Mirë, të falenderoj shumë për kohën, për këtë debat shumë të thellë, dhe ashtu siç thash pra edhe në fillim, je një ndër miqtë e pakët të sinqertë që i kam në fushën e artit edhe të përditshmërisë tonë. Të falenderoj edhe një herë për prezencën. Të dashur shikues të podcastit Mohabet e Kulture dhe ju ndjekës të portalit Alma Press, deri në takimin e radhës, miru, pafshim.